Raperi Lidri Vula gjithmonë në qendër të vëmendjes së mediave ros për jetën e tij personale. Madje shumë prej teksteve të raperit në këngë komentohen si dedikime. Së fundmi Lidri është parë në ambientet e disa prej lokaleve në Prishtinë me këngëtaren shqiptare Gjensila Myrtëzaj. Dyshja thuhet se janë takuar edhe në Prizren. Sipas burimeve të mediave, Vula dhe Myrtëzaj janë në nisje jo të një bashkëpunimi muzikor, por të një romance. Kujtojmë se Lidri ka një vajzë me Sara Hoxhën, ndërsa Gjensila një vajzë e një djalë me Beskallakun, me të cilin është divorcuar së fundmi.